Mariana Koçeku, deputetja, siç njihet ndryshe dhe Neo Malcoria, u zgjodhe tillë në siglën e Partisë Socialiste. Rreth një muaj më parë, ajo mori vendimin për t'u larguar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe ta vijonte mandatin e saj si deputete e pavarur. Shumë e kanë quajtur këtë vendim një vendim të fortë, të guximshëm, disa tjerë e kanë anatemuar atë. Sot, për herë të parë, ajo ka vendosur të flasë publikisht për arsyet e largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, për protestat të cilave ju bashkua, për marrëdhëniet me Partinë Socialiste, me kryeministrin Rama, me deputetët, kolegët e saj në këtë parti dhe projektin politik që ka. Deri më sot ka folur vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale. Sot është hera e parë që flet publikisht dhe më ka zgjedhur mua emisionin ton Now për të folur për gjithë këto vendimet saj. Mirëmbrëma Mariana, shumë kënaqësi që të kam këtu në radhë të parë. Mirë se erdhe. Si do ta bëjmë intervistën ose si do ta bësh intervistën? Si Neo Malcoria ngegnisht apo si Mariana Koçeku në shqipe letrare, shqipe standarde? Një janë Neo Malcoria dhe Mariana Koçeku, nuk mund t'i ndaj. Nuk i ndan dot. Siç nuk i kam ndarë deri tash as në parlament. Okej, se shumë është folur edhe për mënyrën tënde të të folurit, të të përdorurit të gjuhës ngegnisht. Të shqetëson kjo gjë apo jo? Jo, as pak. Okej. Mirë, një pyetje si fillim. Prej një muaj, le të themi, Shqipëria po përpiqet të kuptoj çfarë ka ndodhur me ju. Largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, bashkimin me protestën, akuzat që ju keni bërë për kërcënime, të gjitha i keni komunikuar nëpërmjet rrjeteve sociale. Disa herë me mesazhe të qarta, disa herë me mesazhe të koduara ose gjysmë të koduara. Pse zgjodhët këtë formë komunikimi? Pra pse nuk folët asnjëherë publikisht, le të themi, për këtë vendim të fortë tuaj? Se nuk është e rrallë, le të themi, që dikush të largohet nga grupi parlamentar. Si çdo vendim tjetër, edhe ky, aq më tepër ky vendim politik ka dashur kohën e vet mbrana meje që të qartësohem edhe që gjej guximin edhe momentin e duhur për ta ndërmarrë dhe për ta realizuar. Sigurisht ka pas kohë cilën e kam menduar si akt, por përkoj kulmi protestës me kulmin e pakënaqësive të mia si deputete e këtij grupi parlamentar dhe që ndodhet pikërisht tash që unë ta marr vendimin edhe të largohem nga grupi Partisë Socialiste dhe shpalli përfaqësinë si e pavarur në atë parlament. Sigurisht që nuk ka ndodhur rastësisht, ka pas një seri ngjarjesh të cilat më kanë bindë që unë më mirë jap kontributin si deputete e pavarur dhe më mirë i shërbej publikut edhe qytetarëve në këtë mënyrë. Cilat momente, pra kush ka qenë momenti ose ngjarje, moment konkret që ju ka bërë ose ju ka bindur që ju të mos vazhdonit më me grupin socialist? Pra si erdhi ky vendim, krejt papritur? Gjatë këtyre 8 muajve që unë jam qenë pjesë e parlamentit si antare e grupit të Partisë Socialiste, jam qenë vazhdimisht gjatë qëndrimet e mia në parlament kritikuese dhe kërkuese e madhe ndaj qeverisë për komunitetin tem dhe për kauzat që unë i kam konsideruar të rëndësishme jo vetëm për vendin nga vi, por për krejt Shqipërinë dhe kryesisht mjedisi. Kam ngrit çështjet e lumit drin, por edhe pakënaqësi të tjera që i kam pas dhe me mënyrën se si po funksionojnë institucionet edhe në Shkodër, qytetin nga vione. Mendoj që unë i kam dhënë shenjat e këtyre pakënaqësive dhe nuk kanë pse habiten as pak për këtij vendimi. Kam folur për lumin drin si një urgjencë kombëtare, jo vetëm estetike, pra të dukshme së saj, po dhe ekonomike për krejt zonat dhe vendet ku kalon lumi drin. Kam folur për Universitetin e Shkodrës, pakënaqësitë e vetë shkodranëve dhe ndaj asaj që unë e kam konsideruar të padrejtë me ato çka po ndodh, qoftë për mjedisin, por qoftë edhe mënyrën se si funksionojnë institucionet në vendin tonë. Po përthethin, zonja Koçeku, sepse kur ju e morët këtë vendim, kam pasur shumë të ftuar në studio, edhe nga ata që e kanë mbështetur largimin tuaj nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, por kanë ngritur pyetjen pse për zvërnecin dhe jo për thethin. Për gjithë ato që ndodhi në thet një vit më parë, ka qenë korrik në mos gaboj, unë kam qenë live me gjithë ato ngjarje, ju nuk folët. Pse? Ishit dakord aso kohë me ato që po ndodhte në thet, apo ishte disiplinë partie dhe ju heshtët? Pra pse për zvërnecin, për një zonë që është larg, po themi, qarkut nga ju ku keni dalë deputete dhe jo për thethin? Po ndërhyrja në theth ka ndodhur disa muaj para se unë të isha antare e parlamentit. Jam shpall për atë mandat, por nuk e zotroja plotësisht si deputete e parlamentit të Shqipërisë. Unë nuk jam dakord për mënyrën se si është ndërhyrë në theth, sepse pabesia dhe arroganca janë kanë shumë të mëdha dhe unë e njoh shumë mirë zonën edhe njerëzit e mi, e njoh edhe sedrën edhe karakterin e tyre. Dhe fyërit janë kanë shumë të mëdha për gjatë gjithë këtij intervenimi që është bë.
tjetër gjë është premtu para fushatës elektorale dhe tjetër gjë ka ndodhur masi ka marru fushata. Jam kanë edhe qëndroj shumë kundër mënyrës siç e përmenda, sepse nuk është vu kur tritol në atë zonë, nuk ja është vu kur tritol malsorit as të thjanit. Dhe kjo mënyrë ma shumë se sa vetë aktin e vetë dhe dami ekonomik, ka kënë edhe dami ma i madhë që ja është ba zonës edhe vetë identitetit të asaj zone dhe të atyne malsive. Okej, kjo është arsyeja, pra fakti që ju nuk e kishit marrë mandatin ende, ndaj nuk folët. Po, unë asë nuk isha zotësi veprimi ma te se nuk isha betua la në kushtetu dhe në parlament si deputete de facto dhe de jure. Ju patët bërë një status në mos gaboj për thethin, edhe keni thënë që ju ka dhimbtur ajo që ka ndodhur në theth më shumë se sa ndarja nga jeta e babait tuaj. Kjo është e vërtetë sepse kam mund të ndodh kjo që të dëmbi thethi më shumë se ndarja nga jeta e një babai? Jam kanë shumë e sinqert me atë status, sepse ndërgjegja më ka vra ma shumë dhe përgjithësinë e kam ndje ma të madhe, sepse ato zona nuk kanë pas përfaqësi në parlament prej disa dekadash, dhe kjo në fakt ka kanë edhe shtysa që janë të hyj politikës, të përfaqësoj një zonë të pa përfaqësume dhe të izolume dhe të pa njoftën për gjitha qeveri që ka pas vendi jonë. Mirë, ju thoni që ky është një vendim që ju e mendonit prej kohësh, thjesht gjetët momentin kur nisën protestat. Kam patur këtu kolegë tuajt të Partisë Socialiste, cilët kanë thënë që ju nuk keni ngritur në një shqetësim në mbledhjet e partisë, në grupin parlamentar. Pra në një shqetësimet që ju kishit, pra nuk i keni ngritur njëherë brenda partisë, në që dhe ata të kuptonin qëndrimet tuaja në një farë mënyrë, edhe atyre u ka ardhur si e beft ky vendim. Unë kam kanë kritike dhe kërkuese vazhdimisht në parlament, ma të mëdhajat kauza janë kanë mjedisi, sepse konsideroj mjedisin si thelbin e qenies teme politike, jam promovu edhe ma përpara si përmarrëse dhe si aktiviste, por edhe kam ndërtu karakterin tem para se me hynë politike dhe jam marrë dhe gjatë aktivitetit tem politik, por nuk kam pas përgjigje as reagime ndaj kërkesave dhe kritikave të mia shumë konstruktive që kam bën lidhje me mjedisin. Dhe kjo më ka bërë të kuptoj që hapësina e diskutimit dhe veprimit është të jetë shumë e limitume ose rezervume për një grup shumë të ngushtë, njerëzish që kanë shumë ma kohë se une në politikë dhe janë shumë afër pushtetit se sa une. Nuk është vetëm mjedisi ajo mbi cilën kam reagu dhe për dorëheqjen e rektorit të Shkodrës, publikisht e kam mbështet dhe kam kundërshtu atë që ka ndodhte në kurriz të vetë arsimit edhe universitetit, pavarësisht se po i bija ndesh veprimeve politike dhe subjektit cilit unë përfaqësoja në atë kohë. Po mirë, ju të gjitha këto i kuptuat vetëm pasi u bët deputete, le të themi, sepse opozita, shqiptarët, ankohen për shumë çështje pra që mund t'i ketë prodhuar, i ka prodhuar kjo mazhorancë e cila ka shumë vite në pushtet. Pra ju i kuptuat pasi u bët deputete këto? Realisht kam besu që mund të kem një hapësim veprimi, aq ma tepër rëndësisë në numra që po jepet hyrjeve të deputetëve të ri në mosh edhe të ri në mendësi, ashtu e besoja dhe une, dhe mendoj që kjo është momenti që të ketë një shans për rinin me kontribu me veprim edhe me mendim ndryshe. 8 muaj më deshën që ta realizoja që si deputete e pavarur mund kontribuoj shumë ma shumë edhe për publiken edhe për qytetarët. Besoj që kontribuoj ma shumë edhe për Partinë Socialiste si deputete e pavarur, se sa si antare saja. Deri më sot nuk keni shkuar në parlament si deputete e pavarur? Jo, akoma jo. Kur do shkoni? Mendoj se do shkoj para mbarimit të legjislaturës. Para mbarimit të legjislaturës? Mendoj se po. Pra do përballesh me parlamentin, me kolegët e tu? Patjetër që po. Në atë sallë? Po, si deputete e pavarur tashmë. Okej, me kë u konsultuat ju për këtë vendim? Pra ishte një iniciativë krejt e juaja kjo? Apo jeni konsultuar me miq, me tafër, me familjar, ndoshta me kolegë tuaj brenda grupit, apo të tjerë që mund të kenë qenë në Partinë Socialiste dhe si janë më tani? Pra jeni konsultuar me dikë para se ta merrni këtë vendim? Unë jam konsultu vetëm me ndërgjegjen edhe me parimet në cilat unë besoj. Ato ma kanë tregu rrugën gjithmonë dhe më kanë ndihmu që të mos dalas prej vetes dhe prej vërtetës. Vetëm me veten? Vetëm me veten. Dhe ju kontaktoj dikush nga Partia Socialiste, nga grupi parlamentar, ndonjë kolegë për t'ju bindur që të mos largoheshit? Apo jo, ishte tepër vonë, ju e kishit bërë publike tashmë? Masi kam marrë vendimin, kam marrë shumë mesazhe, shumë telefonata,
edhe më kanë qenë edhe njerëz të shtëpia për mua interesu dhe për me ditë më tepër prej familjes time se çfarë po ndodh dhe pse e kam Kush ju ka çuar marrë njerëz të këtë shtëpia? vendim. Nga politikanë të Partisë Socialiste. Dhe unë nuk kam dhënë asnjë komunikim privat, sepse ishte tepër vonë. Unë i kam kërku me ju kontaktu, u kam kërku vazhdimisht për zonën, për komunitetin tem, nuk kam marrë përgjigje, qëndrimet kanë qenë indiferente dhe ai moment pas largimit tem ishte shumë vonë për me fol. Kush nuk ju është përgjigjur për zonën? Pra kë keni tentuar të kontaktoni drejtuesin e qarkut, deputetët e qarkut, kryetar bashkie, që nuk ju është përgjigjur? Në zotësinë teme si deputete, unë i kam kontaktu gjithë ata që kanë kompetencë veprimi për qarkun tem, jo vetëm lokal, por ata qendror, sepse unë kam dalë për një zone që theksova që ka qenë nën përfaqësume, ka qenë tetë izolume dhe pa njoftun. Madje edhe kur e kam taku për herë të parë në podcast kryeministrin që u prezantova se nga vija dhe kush isha, ai ma pranoi që nuk e kishte idenë se çfarë ndodhte në ato zona, dhe është një zonë jo e vogël dhe jo me pak peshë në historinë dhe në hartën e Shqipënisë. Dhe gjithë kjo prapambetje e investimit të shtetënor dhe e pranisë të vëmendjes të institucioneve më kanë shty edhe si vajzë, por edhe si re dhe banora e atyne zonave që në të hynë politikë, sepse sidomos për trit edhe për gratë, mundësit janë kanë thuset pa mujtuna. Mirë, ju këtë vendim kur e morët, tentuat t'ja komunikonit kryeministrit Rama ose drejtuesit tuaj politik të qarkut, apo thjesht e bët publik në rrjetet sociale? Si ndodhi ky moment? Me kryeministrin Rama kam komuniku 3 ditë masi e kam dhënë vendimin. Ky ka qenë vendimi jemi personal që të mos ketë asnjë hapësirë ndikimi mbi atë çka kam vendos unë me bë edhe me thanë, dhe vetëm mas 3 ditë kam komuniku me zotin Rama një sër mesazhe. Ju mori ai apo ju shkruajti ai apo i shkruajtët ju? Kam pas një sër telefonatash dhe mesazhesh prej tij, po unë jam përgjigj mas 3 ditë prej këtij vendimi. Okej, çfarë ju ka thënë? Jo, shkurtimisht nëse mund të na zbuloni. Janë biseda private dhe preferoj të qëndroj korrekte. Tentoj t'ju binte që mos ta merrnit këtë vendim ose të ktheheshit mbrapa, le të themi. Siç e kam theksu edhe tek letra hapun që i kam dërgu, ku i kam kërkuar edhe dorëheqjen kryeministit Rama, në fund të letrës e kam cituar që ai më paralajmëron që do mbetem vetëm, edhe se nuk do mbesoj askush mas këtij akti, as njerëzit e mi dhe të maleve prej nga vi. Po unë i kam konfirmu dhe ja rikonfirmoj ati dhe gjithë atyne që besojnë si kryeministri që nuk do mbetem vetëm, edhe tek e fundit unë jam mësu me ken e pavarun. Është pjesë e karakterit tem edhe nuk tërhiqem, nuk ka kthim mbrapa në këtë vendim. Okej, nuk ka kthim mbrapa në këtë vendim. Do ju pyes pak më vonë për planet se si i keni, meqense thoni jeni vetëm. Ju thoni që kam patur shumë telefonata, mesazhe nga deputet Partisë Socialiste, ju kanë ardhur dhe në shtëpi, po kam patur këtu në studio kolegë tuaj, ose mund të ketë qenë ndoshta reagimi dita e parë pasi ju u larguat, ka qenë deputeti Malaj, i cili më ka thënë që ka tentuar të komunikojë me ju, po e keni patur telefonin të fikur. Po, është e vërtet, e kam fik telefonin për disa ditë rresht, e kam marrë nezën për shumë pak, sepse kisha jashtëzakonisht shumë telefonata dhe mesazhe dhe kisha nevojë për kohën edhe për qetësinë time. Kjo ka qenë arsyeja. Po më pas ke komunikuar me ta? Jo. Më vonë? Me asnjë prej tyre? Jo. Po pse ky vendim? Nuk je ndjerë e afërt me asnjërin prej tyre? Jo, mendoj është respekt, pikë pari vetë respekt ndaj vendimet që kam marrë, dhe mendoj që do kena kohë mjaftueshëm për me komuniku zyrtarisht tani e tutje. Por vetëm me zotin Rama kam komuniku që kena pas një replik të shkurtër dhe mas një tjetër. Replik, u ndat mirë njëri me tjetrin apo jo? Ishte neutrale si bised. Një bised neutrale do të quanit ju. Ju zhgënjeu fakti se ka patur shumë reagime nga deputet, disa mund të themi, disa nuk kanë dashur të komentojnë shumë këta aktuajnë, disa të tjerë kanë folur ashpër, ka patur deputete gra që kanë thënë juve mund t'ju votojnë vetëm kecat, ka patur të tjerë, Ulsi Manja më kujtohet në një intervist, ka thënë duhet ta keni për nder që jeni deputete e Partisë Socialiste. Çfarë përgjigje keni për të gjithë këta kolegë tuajët që kanë reaguar kundër jush pas këtij vendimi? Ishte e pritshme nga ana jeme, nuk janë reagime as pak të paprituna, sepse besoj i kam vu dhe para një përgjegjësie të re dhe para një pasqyre ndoshta me qytetarët, po dhe me ndërgjegjjen e tyre nëse po e bajnë mirë atë çka duhet me bë,
apo janë korrekt si përfaqësues të qytetarëve apo jo. Kështu që reagimet e tilla janë të pritshme, asgjë e papritshme nga ana jame për reagimin. Ju zhgënjeu ky fakt, pra fakti që ata kanë reaguar kështu pas këtij vendimit tuaj apo jo? Jo, as pak, kanë drejtën e tyre me reagu siç e mendojnë dhe siç e besojnë ata. Uroj të jenë reagimet siç ata i besojnë realisht. Okej, a mendoni që ka, meqense po thoni këtë më ngacmohet për një pyetje, mendoni që ka të tjerë në dijenin tuaj, pra deputet të Partisë Socialiste që ndajnë me ju pakënaqësitë që ju keni dhe ndoshta nuk i kanë artikuluar publikisht ato dhe që ndoshta mund të marrin një vendim njësoj si ju, pra që të largohen nga grupi, keni dijeni për diçka të tillë apo jo? Pra nëse ka socialistë që privatisht ju kanë mbështetur, jo publikisht, po privatisht. Ka socialistë shumë kanë mbështet privatisht, nuk do doja me përmend emra për respekt të tyne. Gjatë këtyne kohëve unë kam pa që mrena grupit e Partisë Socialiste ka shumë pakënaqësi për hir të së vërtetës. Koha do të tregojë nëse ata që kanë pakënaqësi dhe besojnë dhe ndajnë në parime dhe vlerat e tjera, do ta kenë kurajën dhe guximin për me fol edhe për me qëndru në atë çka besojnë. Urnëroj shumë që ta kenë dhe ta gjejnë këtë kurajë në të mirë të venit tyne dhe të ardhmës së krejt Shqipënisë ku ne bëjmë pjesë. Mirë, a keni patur komunikim se ka disa figurat Partisë Socialiste, dhe unë po përmend vetëm dy meqense vinë nga qarku nga ku ju jeni zgjedhur deputete. Ka figurat Partisë Socialiste me peshë, siç është Ditmir Bushati, ish ministër në Partinë Socialiste, ish deputet, ish drejtues qarku atje, Elisa Spiropali, cilët i kanë artikuluar disa pakënaqësi me qeverisjen dhe kanë mbështetur dhe protestën. Po me ta keni folur, keni patur në një komunikim? Nuk kam pas komunikim të drejt për drejt, e di që ka kritika dhe reagime publike, unë besoj se ka arkoha tashmë që gjitha ato rezerva që qoftë anëtarët e Partisë Socialiste apo partive të tjera ti shprehin me vendime dhe me veprime konkrete. Kjo për me ardhë edhe më shumë në ndihmë qytetarëve të cilët ata përfaqësojnë, po edhe vlerave që ata shpadhin se besojnë dhe që duhet të ndryshojnë brenda Partisë Socialiste apo subjekteve ku ata bëjnë pjesë. Okej, tani, pas këtij vendimit tuaj, pasi ju vendosët të largoheni nga PS-ja si deputete dhe ta ushtroni mandatin si deputete pavarur, ka patur shumë nga ata, edhe socialist, po edhe njerëz të tjerë, që kanë thënë që ju akti më i drejtë do kishte qenë që ju ta dorëzoni mandatin. Një mandat që e keni gëzuar fal Partisë Socialiste, e keni marrë në emër të Partisë Socialistes në një listë të mbyllur e para e listës së mbyllur në qarkun e Shkodrës. Pse vendosët pra ta mbani mandatin dhe të dilni e pavarur dhe mos ta dorëzoni atë? Unë besoj se mandati i deputetit pikë së parit është i qytetarëve. Mandati është i jemi si deputete. Edhe midis meje si deputete edhe qytetarëve nuk ka një ndërmjetësues, as Partia Socialiste dhe as një subjekt tjetër. Dhe derisa kushtetuta ma nje gjithë të drejtën që unë ta ushtroj detyrën time si deputete, qoftë pjesë e një partie apo e pavarur, atëherë unë kam gjithë drejtën që ta baj dhe kështu do ta baj deri në fund. Kam zgjedhur që të jem deputete e pavarur, të përfaqësoj qytetarët që besojnë në mu dhe të qëndroj besnike vlerave dhe parimeve në të cilat unë besoj. Dhe duke mundu dhe duke punu për Shqipërinë në cilën unë mendoj se disa gjëra dhe shumë gjëra duhet të ndryshojnë për më mirë, qoftë për mjedisin, që siç e theksova është thelbi që një sisteme politike, për natyren, për transparencen, për llogaridhënien, por edhe për një demokraci shumë më të mirë nga kjo që kena sot. Po mirë, tani ju thoni që mandati është i qytetarëve, jo i partisë, në një farë mënyrë. Megjithatë, të parën e listës ju vendosi kryeministri Rama, apo jo? Po. Ka kanë vendimi kryeministit Rama, po nuk e kam ditë deri momentin e fundit, ka kanë surprizë edhe për mu të kanonit e para e qarkut. Une është e vërtet që nuk ve si antare partije, nuk kam pas angazhim në asnjë forum politik apo parti politike ma përpara, kam marrë si përmarrëse, si një vajzë e re që u bë njoftë nëpërmjet një lëvizje ekologjike për natyren, për drinin ku unë jam rrit, dhe ma vonë edhe një sipërmarrje e zhvillimit të qëndrueshëm që prej rrethanave, prej punës, ndihmës së familjes teme, ka përcej edhe kufit e Shqipënisë duke u bë njoftë në shumë media ndërkombëtare. Është vërtet ajo historia që fituat 2.000 euro në mos gaboj për të rinovuar
Bujtinën, si ke qenë historia? Dy dhe ju mjaftuan 1.000 dhe 1.000 të tjera i kthyet mbrapsht? Po, është e vërtet 1.000 përdorët për të... Mos harrojmë se para 5 vjeç, kur ja kam nisur ne... Se ka njerëz që sot me 1.000 euro paguajnë një drekë, përfshirë dhe 2 verat mira. Nuk e di nëse do kisha mujt me bë sot me të njëjtën sasi lekësh, për asë kohë ja dola, se kam përgjafu gjithmonë idenë e një zhvillimi me shumë pak materializëm, por me shumë shpirt. Unë mendoj që Shqipnia e ka mundësinë që zhvillohet me pak investim, por me shumë ide dhe me shumë shpirt të shqiptarit, i cili është, menoj, edhe aseti më i madh që ne kena si vend, edhe aseti që na diferencon jo vetëm në turizëm, po dhe kulturalisht prej shumë vendeve të tjera të botës. Mirë, ju thoni që ju vendosi Edi Rama në krye të listës. Të një listë të mbyllur ama, kanë një të drejtë të gjithë ata që mendojnë që ju nuk jeni testuar me vota, pra nuk keni marrë vota, nuk e di kush sa vota realisht keni, ndaj dhe duhet atë dorëzonit mandatin, kanë një farë të drejtë ata që thonë këtë? Po kjo është sistemi që ne kena, kjo është sistemi elektoral që ne kena dhe nuk e kam zgjedhon, e kam gjetë këtë sistem ekzistent, jo vetëm me Partinë Socialiste, po në gjitha partitë, kështu që besoj që vazhdoj të jem në drejtën teme kushtetuese për me marrë mandatin edhe për me ushtru deri në fund. Nuk dorëzohet detyra. Jo, se ka shumë nga ata që thonë që ju mbani mandatin për të përfituar nga benefitet e mandatit, por ndërkaq akti i vërtet do kishte qenë ai i dorëzimit, pra i largimit nga ky parlament. Nuk dorëzohet detyra, nuk mund të heqë dorë nga një betim që kam bërë mbi kushtetutën edhe një premtim që ju kam dhënë qytetarëve. Për këtë unë jam e vendosur që unë ta vazhdoj deri në fund këtë mandat si e pavarur. Okej, dhe ju si do të votoni në parlament tani si e pavarur, rast pas rasti apo si? Unë do gjykoj në bazë ligjeve. Nëse ka ligje dhe vendime që unë i gjykoj që t'jenë në të mirën publike dhe në shërbim të qytetarëve, do i votoj pro. Përkundrazi, votat do shkoj me opozitën. Mund të shkoj me opozitën? Po. Me kënd jeni më afër nga opozita, po themi? Është Partia Demokratike, që është parti më e madhe, është Lapa i ka një deputet, Sheha i 2 deputet, Partia Mundësia, pra Arlin Qori një deputet. Me kënd jeni më afër? Deri tash si deputete e pushtetit nuk kam pas mundësinë ta kuptoj as tash ose me kë mund të jem më afër, po tash si pjesë e kësaj opozite mendoj që në vazhdim do e kuptoj më mirë se me kë ndaj më shumë ide dhe parime. Do pranonit një ftesë nëse do ju vinte një ftesë nga ndonjë prej subjekteve politike? Apo jo? Unë jam e vendosur që deri në fund të mandatit që ndrej e pavarur. Se qa mund vi më atej besoja shumë herët me mendu dhe për me diskutuar. Ju ka kontaktuar njëri nga opozita apo jo? Kam pas mesazhe, më kanë dalë në mbrojtje dhe publikisht, diçka që unë e vlerësoj jashtëmase shumë, por nuk kam pas bisedime të drejt për drejt apo private. Kush e kam mbështetur më shumë? Unë thuash në një emër. Kam pas shumë emra në fakt të Partisë Demokratike, po dhe të partive të reja që e kam mbështetur vendimin tem. Berisha vet? Jo. Të tjerë. Kam pa në media që edhe ajo është deklaruar. Okej, thash personalisht në komunikim. Personalisht nuk kam pas komunikim. Mirë, Mariana, tani në gjithë këto statuset dhe reagimet tuaja, ka patur edhe një status, i cili ishte i fort, ju keni deklaruar se jeni ndjerë, ju apo familjar tuajt, jeni ndjerë i kërcënuar nga grupi Bajri. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Pra si jeni ndjerë e kërcënuar ju apo familjarët? Me mesazhe, me telefonata, nëpërmjet personave të tjerë, pra çfarë ka ndodhur? Unë e kam dhënë mesazhin tem publikisht në lidhje me këtë gjë. Kam zgjedhur që ta jap publikisht dhe është një mesazh i fortë edhe mbi baza të forta. Mendoj që gjithë ato që kam dashur me thënë në lidhje me këtë gjë e kam thënë përmes atij mesazhi. Pra ju jeni mjaftuar vetëm me mesazhin, nuk keni bërë një denoncim pranë institucioneve përkatëse, institucioneve qofshin këto të drejtësisë apo të policisë? Jam mjaftu me atë mesazh sepse besoj ai mesazh ka tregu mjaftueshëm, është kanë me një mesazh i fortë dhe siç e thash mbi baza të forta, kështu që i qëndroj atij mesazhi dhe besoj se është mjaftueshëm atë mesazh. Ata ju kanë denoncuar në SPAK ndërkaq për këtë akuzë tuajën, avokatët e Bajrave. E kam parë nëpërmjet mediave që po e kanë bërë një vendim të tillë, po nuk më shqetëson as pak. Nuk të shqetëson as pak. Keni kërkuar mbrojtje nga institucionet apo jo? Jeni mjaftuar vetëm me atë status? Unë jam mjaftuar me atë status, nuk kam pas reagim nga institucionet dhe mendoj që
nga ana jeme reagimi është bërë mjaftueshëm dhe mund kuptohet mjaftueshëm mbi atë çka kam thënë publikisht. Jo, dhe aq nuk kuptohet. U duk pak si i koduar si mesazh, edhe pse i fortë. Kishte një lloj paqartësie tek të gjithë si ka ardhur kërcënimi, në çfarë forme, kush është kërcënuar, pra ju vetë personalisht apo familjarët tuaj, pra ka patur shumë pikpyetje mbi atë reagim. Lufta jeme nuk ka shkundër individëve të caktuar apo familjeve të veçanta. Lufta jeme është tërësisht politike dhe do mbetet politike deri në fund. Preferoj që vëmendjen e veprimtarisë me politike ta mbaj tek çështje politike dhe jo tek çështje tjera të cilat nuk besoj se kanë shumë rëndësi në këtë rast. Po pse mendoni që kanë ardhur këto kërcënime menjëherë pasi ju dorëzuat mandatin ose po themi u larguat nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste? Pse kanë ardhur? Pse pikërisht tani? Këtë nuk e di, nuk di të them. Se ka patur akuza nga opozita, po i referohem opozitës këtu, që nëse ju kanë kërcënuar, ata e kanë bërë sepse ata kanë bërë vota për Partinë Socialiste dhe e konsiderojnë edhe mandatin tuaj një mandat të tyrin. E keni ndjerë ju këtë në fushat? Pra këto që akuzon opozita, që ky grup ka punuar për PS-n, ka bërë vota? Unë kam punu kryesisht në zonat rurale, me njerëzit e ndershëm që kanë punu në bujqësi, me njerëzit e ri. Nuk di të them për këtë gjana, por besoj se është diçka që i përket tërësisht drejtësisë dhe për çdo veprim që është i drejtë dhe të mirë në publike, unë do ta mbështes çdo institucion të drejtësisë që lufton. Okej, ditën e djeshme apo pardje keni folur edhe për një fushat sulmesh nga ato që i quani ushtri patronazhistësh. Për çfarë e keni fjalën konkretisht? Po, siç e kam përmend edhe në status, kam vënë re sidomos mas tërheqjes teme një ushtri fantazmash, një ushtri të quja mercenar online, që tentojnë me denigru dhe me tjetërsu çdo kënd që mbajnë një qëndrim ndryshe apo ka kritik edhe mendim ndryshe. Jo vetëm ndaj meje, këtu e kam pa si denoncim publik edhe prej ndaj protestuesve, dhe cilit unë im shtes sepse besoj është drejta e secilit dhe madje është në dobi të çdo lloj qeverie që të ketë kritika konstruktive edhe të përballet, të ballafaqohet me mendim ndryshe nga qytetarët. Për këtë akuzon dhe Rama, në fakt, edhe ai ka publikuar ushtri faqesh online që sulmojnë, pra edhe ata që nuk e kanë mbështetur protestën dhe ata sulmohen po njësoj si ju që e keni mbështetur. Nuk e di me çfarë ushtrie përballet kryeministri, por di me cilën ushtri po përballet unë në këtë rast, cilën edhe kam deklaruar përmes këtij qendrimi publik në rrjetet e mia sociale. Okej, pra ju keni pse mendoni që jeni bërë objekti kësaj fushate? Kush ka interes në gjykimin tuaj t'ju godas në këto momente? Po interesi mund të jetë shumë palësh. Do ta tregojnë koha dhe rrugtimi jem politik. Besoj ajo që ka rëndësi është vendimi jem, qëndrimi jem edhe ajo që do të baj unë në të ardhmen si deputete një përfaqësie të pavarur. Okej, të kaloj pak te protesta. Ju bashkove disa ditë pasi morët këtë vendim, zorët një flamingo në foto, pra që u kuptuaj që ju mbështesnit protestën, pasaj u bët pjesë disa ditë më pas shkuat edhe në protestë. Mos gaboj, duhet këtë qenë një ndër protestat kombëtare, ditë e shtunë. Pse vendosët ti bashkohesh protestës? Çfarë ju bindi tek protesta apo tek kauzat e saj? Mendoj se midis bashkimit edhe mbështetjes ka një diferencë, ka një ndryshim. Unë e mbështes protestën, e mbështes si qytetare, e mbështes si antare parlamentit. Nuk kam qenë çdo herë pjesë, por e kam mbështet në mënyrat e mia, me prezencë në institucione ndërkombëtare, me intervista, me artikuj, me mediat ndërkombëtare dhe do vazhdoj ta mbështes sa më shumë të mundem, por e theksoj që ka një ndryshim midis bashkimit edhe mbështetjes së kësaj proteste. Kush është ndryshimi në gjykimin tuaj? Së pari, protesta ju përket atyre që e kanë fillu, qytetarëve dhe aktivistave të cilët ndajnë bindjet, vlerat dhe ndaj asaj çka ata konsiderojnë si një Shqipëni denjë dhe një të ardhme të mirë për brezin tonë dhe për vendin tonë. Unë nuk mund të jem protagoniste e protestës, as nuk du të jem protagoniste asaj proteste, sepse nuk është diçka cilën unë e kam iniciu dhe as që më përket mu. Besoj se si politikane
dhe gjithë politikanët duhet të marrin një distancë me protestën dhe besoj që në këtë rast distanca që unë po mbaj me këtë protestë po respektoj lirinë e gjithë atyne qytetarëve që të shprehen dhe të mbajnë lirinë e tyne qytetare. Dhe besoj se kjo është mbështetja më e mirë që unë mund t'i jap. Po mirë, protesta nisi fillimisht ndoshta për Zvërnecin, për atë që ndodhi në Zvërnec, për projektin, pastaj u bë politike. Ju e mbështesni edhe këtë protestë siç është tani, që është thellësisht politike, që kërkon dorëheqjen e Ramës, kërkon qeveri teknike etj etj. Po çdo angazhim qytetar është politik, është e pamujtur që të mos jetë politike, është ndryshe partijake dhe ndryshe politike. Kjo protestë ka nisë me një kërkesë kryesore që kishte të bëjnë me mjedisin dhe me projektin e Zvërnecit. Rrugës u shpalosën shumë kërkesa dhe shumë problematika me shumë të drejtë, sepse si ti si unë dhe gjithkusht tjetër në jena pjesë e realitetit të këtij vendi dhe ballafaqohena secili në sasi të ndryshme me mos funksionimin e institucioneve dhe me dështimin e politikbërjes ndër vite në krejt vendin tonë, që kërkesat e tyre janë shumë të drejta dhe shumë legjitime. Unë i mbështes të gjitha kërkesat që ata kanë. Besoj që protesta ka pas fitore të vogla deri Kush janë këto fitore të vogla? Mendoj që ka pas edhe fitore politike dhe fitore sociale. Pikë parit është një ndërgjegjësim shumë i madh dhe një angazhim qytetar. Mendoj që po jetojmë ditë të mira demokracie për angazhimit kaq masiv dhe ndjeshmërisë që qytetarët e Republikës së Shqipërisë po kanë ndaj vendit të vet. Si asnjëherë më parë, besoj unë, aq më tepër edhe breziem. Dhe është fitore jo e vogël që shqiptarët ta llogarisin vendin e tyre si një vend jetueshëm, po jo vetëm që ta llogarisin brenda tyre, por edhe të angazhohen publikisht dhe të kontribuojnë publikisht me mjete demokratike që vendi i tyre të kthehet në një vend dinjitos tek i cili ata mund të kthehen dhe jo vetëm nga i cili ata mund të largohen. Po protesta, dakord. Protesta ka qenë, po themi, paqësore deri më sot. Megjithatë ka patur dhe momente radikale. Ju si e keni parë gjuajtjen me vezë ndaj deputetëve, kolegëve tuaj të parlamentit, pra këto aktet që janë ndërmarrë përpara seancave plenare, apo edhe thyrjen e xhamave në komisariatin numër 3. Si i keni parë? Si akte simbolike, apo jeni dakord me këtë protestë radikale në momente të caktuara? Unë si deputete do isha shumë e nderuar me më gjujt me vezë. Si e nderuar të dëgjojnë me vezë? Po nuk po më gjujnë mu personalisht, po më gjujnë institucionin dhe institucioni, pra deputeti është institucion. Dhe parlamenti, institucioni u përket qytetarëve, nuk na përket neve që jena me mandat dhe me kohë të kufizume në këtë karrige të caktume. Dhe besoj se është shprehi e lirisë së tyre si qytetar për me shpreh kundërshti dhe mos dakordsi që ata kanë nga veprimtaria politike se cilit deputet. Dhe madje i ftoj që nëse ata nuk do jenë të pakënaqur me përfaqësimin dhe me punën time në parlament si deputete pavarur, të më gjujnë me vezë. Nuk e konsideroni një formë dhune këtë ndaj njeriut, se vërtet ju paguani me taksat e shqiptarëve, po jeni edhe njerëz në fund të ditës, kur dilni nga institucion. Veza është simbol i protestës, nuk është as pak dhunë se bëhet pak pes kostumi. Nuk është dhunë se bëhet pak pis kostumi, po ka patur edhe policë të gjakosur, të goditur me gur, makina policie. Po këto, se mund të nisi me vezën, shkon të guri, pastaj nuk i dihet si shkon protesta. Prandaj është e rëndësishme për qeverinë, për me ndalu gjuhën e dhunës, pikë pari, duhet filloj tek qeveria, gjuhën e denigrimit ndaj protestuesve. Ata po ushtrojnë një drejt tyne totalisht themelore dhe kushtetuese, dhe nuk ka drejt qeveria dhe asnjë subjekt tjetër që të ushtrojnë dhunë verbale apo denigrim individual dhe personal siç ka bë jo rrallëherë ndaj protestuesve. Dhe tjetra që është shumë më e rëndësishme, protesta po përçon një mesazh shumë të madh të gjithë klasës politike. Dhe ky duhet të jetë një moment reflektimi shumë i thellë se si bëhen politika në këtë vend, si bëhet qeverisja, si bëhet veprimtaria politike e çdo përfaqësuesi që është ul aty nga qytetarët dhe duhet të prezantojnë dhe të përfaqësojnë sa më denjësisht qytetarët. Po nëse protestat do të përshkallëzoheshin më tej, ju do vazhdoni të mbështesni apo ju jeni për një protestë paqësore? Unë do mbështes veprimtarinë e qytetarëve që janë në atë shesh, do mbështes protestën, siç e përmenda në mënyrat e mia, do ta çoj zonin kudo
dhe u kërkoi gjithë protestuesve dhe shqiptare që ta çojnë zanin kudo pra ndaj politikanëve, të kërkuar që ata të jenë më të ndërgjegjshëm dhe më të përgjegjshëm për detyrën që vetë qytetarët e këtij vendi ju kanë besu. Si e ke parë, po themi, akuzat e mazhorancës ndaj një pjesë të protestuesve që ka grupe të errta armiqësore që duan të përfitojnë nga protesta për të goditur Shqipërinë, Irani, Greqia, Serbia, luftë hibride, si i ke parë këto deklarata? Qeverisë nuk i takon dhe nuk e ka besoj as në kompetencë, as në detyrim të merret me biografinë asnjë lloj personi të caktuar që proteston dhe që merr pjesë në atë shesh. Përkundrazi, mendoj që duhet ta kthej vëmendjen drejt vetvetes, që të ndërgjegjësohet më tej dhe të bëjnë pyetje dhe reflektim nëse po e bëj punën që më është caktuar nga qytetarët shqiptar siç duhet, apo duhet të rregulloj dhe të ndryshoj ca gjëra, që besoj se ka shumë për të rregulluar dhe për të ndryshuar. Pra mendoj që duhet bëhet një moment reflektimi dhe bashkëveprimi në të mirë të kësaj kauzëse, më shumë se sa një përplasje egosh me protestuesit. Mendojnë që protesta doja arrijë qëllimit për të arritur objektivat e vet kështu siç është, pra pa kokë, pa një grup nismëtar, organizator, pra pa u krijuar një lëvizje mirëfillt, pra duke qenë thjesht kështu një turmë e madhe, një qytetare, njerëzish e tjerë. Mendojnë që doja arrijë qëllimit? Sido që shkojnë, unë ta mbështes protesten gjithnjë deri në fund. Siç e thash, unë mendoj që i ka kohë disa fitore të vogla. Protesta ka nis në një mënyrë shumë të bukur dhe shumë qytetare dhe ka nis pa mu, pa politikanë tjerë dhe do vazhdoj si pa mu dhe si pa mbështetjen e tjerëve, sepse është diçka natyrale dhe pase dhe është veç shpirti i demokracisë të këtij vendi dhe i qytetarëve. Unë i inkurajoj të vazhdojnë deri në fund, deri në korrjen e fitores më të madhe, të cilat ata e konsiderojnë dhe e kërkojnë, që është edhe dorëheqja e kryeministit Rama dhe gjithë qeverisë. Mendojnë që e jep dorëheqjen kryeministit Rama ose mund të largohet Rama nëpërmjet protestave? Kjo duhet për mua pa, po unë besoj se duhet. Duhet sepse një politikan e mat tempin dhe ja ban analizën vetit nëpërmjet popullit, nëpërmjet qytetarëve. Nëse qytetarët një zani në një masivitet të tillë po kërkojnë dorëheqjen e tij, unë besoj që duhet t'i shpërblej qytetarët duke dhënë dorëheqjen e tij, siç e kam cituar edhe në letrën e hapur që unë i kam dërguar vetë kryeministit Rama për dorëheqjen. Nëse do dilte një parti politike, do formonte protesta një parti politike, do t'i bëhesh pjesë? Nuk e di, mbetet për mua pa. Mendoj që së pari është shumë e rëndësishme për me qëndru protestës, kauzës së protestës, mandej kjo është një hap tjetër elektoral, po besoj që gjithë vëmendja duhet me nejt tek protesta dhe tek energjia e akumuluar që është bë deri tani. Keni qenë dhe në Parlamentin Evropian, në mos gaboj, po aty, pra, kush ka qenë qëllimi i gjithë këtyre takimeve, çfarë keni folur, se kemi parë disa europarlamentar, kryesisht edhe të grupeve të gjelbra, të majta, që e kanë mbështetur protestën, po ju? Unë jam kënë ftuar nga disa europarlamentarë të Parlamentit Evropian për me diskutu për realitetin politik në Shqipëri, për protestën, për dorëheqjen teme si një akt politik cilin ata kanë vlerësu shumë edhe me folë për zhvillimin e qëndrueshëm edhe si mund ta përmirësojmë demokracinë më tej në vendin tonë, tu pas parasysh edhe se jena në një moment historik për sa i përket integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Kanë ditë intensive me shumë takime që mu me kanë motivu dhe me janë bë mbështetje morale dhe jo vetëm në këtë rrugtim dhe në këtë fillim të ri që unë kam nisë si përfaqësie pavarur në përfaqësim të qytetarëve dhe në shërbim të publikut. Pas gjithë kësaj që ka ndodhur, a mendoni që ky është përfundimtari marrëdhënies tuaja me Partinë Socialiste apo e keni një derë hapur? Mendoj që ky është fillimi i ri politik për mua dhe do qëndroj e pavarur deri në fund. Dhe do rikandidoj përsëri. Pritani, se do ju pyesja, po ma thatë vetë. Si do rikandidoni përsëri? Pra, ti do vazhdosh të qëndrosh ende në politik? Po. E ke ndarë mendjen, po si? Do kandidosh vetëm, do kandidosh me një parti tjetër? Sot jam mua vendosën se asnjëherë që duhet të qëndroj në politikë. Këto 3 vjet, unë mendoj edhe do të qëndroj si deputete e pavarur deri në fund,
Nuk e di se si do jetë mënyra me cilën unë do kandidoj mas 3 vitesh, por po, jam e bindun, e kam thënë edhe publikisht, që unë do kandidoj si deputete e pavarur prap për kësaj radhe në Tiranë. Kësaj radhe në Tiranë, pse Tiranë dhe jo Shkodër? Sepse tuk e në kryeqyteti venit ka dhe elektoratin, popullsinë më të madhe dhe ka shanset më të mëdha që të përzgjedhësh deputete e pavarur. Pra është thjesht një zgjedhje. Rrethet nuk i kanë as numrat e mjaftueshëm, flas në përputhje me pra është një zgjedhje racionale, po themi juaja kjo. Ka më shumë mundësi Tirana, prandaj kandidonin Tiranë. Po, është zgjedhje racionale. Besoj se Tirana do ishte vendi i duhur për platformën teme politike dhe për ato vlera dhe aktivitet politik që unë synoj dhe du që të kem deri në fund këtij mandati, por edhe më tej. Dhe nëse i bashkohesh një partije politike, nëse sistemi mbetet i njëjtë, në listë të hapur kësaj radhe apo në listë të mbyllur sërish? Menoj sa shumë herët për me fol, por ajo që unë du dhe jam shumë e sigurt është do t'ja dal një mandati tjetër dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme dhe për me vazhdu rrugtimin tem politik. Rezultatin e vendosin qytetarët, do t'a tregoj koha. Nëse unë jam për politik, letë të më seleksionoj koha. Okej, dhe çfarë përgjigje i thoni atyre deputetëve socialistë që kanë thënë që juve mund t'ju votojnë vetëm kecat? Mendoj që do e kallëzoj koha dhe rrugtimi, po unë jam shumë krenare për origjinën teme, për punën e ndjeshme që unë kam bërë bosh në familjen teme, si një vajzë që mas studimeve ka ngrit një projekt të zhvillimit shëndrueshëm me fermën, me turizmin. Nuk më intimidon as pak, përkundrazi është një krenari shumë e madhe e jemja, sepse lidhet me identitetin e zonës prej nga unë vetë. Okej, dhe e ke një mesazh të fundit? Kujt do doje t'i jepje një mesazh të fundit? Protestuesve, kolegëve, ish kolegëve të tu, në Partinë Socialiste, kryeministit Rama? Këtë do zgjidhje t'i jepje një mesazh të fundit? Dhe çfarë mesazhi do jepje? Besoj se po jetojmë gjithë shumë bukura demokracie, si asnjëherë më parë, të paktën që kur ka lind Breziem pas viteve 90, unë i inkurajoj shqiptarët që ta mbështesin kauzën, të kërkojnë më shumë ndërgjegjësim dhe përgjegjësi ndaj politikanëve të vendit, të gjithë klasës politike, dhe ta çojnë zanin kudo, nga kafja, nga cepi i lagjes, në familjet e tyne, dhe të bëjnë të mujtën që zani jonë dhe kauza e shqiptarëve prej mase një muji t'i kalojnë gjithnjë më shumë kufit e Shqipënisë, po të bashkohen edhe ma shumë shqiptarë. Qoftë kjo edhe me korrjen e fitores ma të madhe që ata synojnë, që është largimi i qeverisë dhe ndërheqja e zotit Rama. Unë e kam kërku publikisht shpërndarjen e parlamentit, kjo do të çonte edhe në funin tem politik, ndoshta jo të përgjithmonshëm, por nëse kjo është e mira e përbashkët dhe ajo që kërkojnë qytetarët, unë e respektoj përfundimisht shpërndarjen e parlamentit, që do të thotë edhe largimi jam si deputete prej kuvendit. Okej, dhe ju thatë që do shkoni në parlament para se të mbyllet kjo. Nuk di sa seanca kanë mbetur, 1 seancë apo 2 seanca? Kanë mbetur disa, do e gjykoj rrugës. Do ta shohësh rrugës, por përpara se të mbyllet, do shkoni. Do e gjykoj rrugës. Do e gjykosh rrugës? Pra mund të shkosh dhe në shtator, mund ta nisësh në shtator kur të nisi sesioni i ri. Mund të ndodhi dhe kjo. Mirë, Ndrea Koçeku, shumë faleminderit që i ndave me mua ose i rrëfeve gjithë këto momente të vendimeve të tua të forta, më duhet ta them. Faleminderit për ftesën dhe për kohën. Turoj sukses. Faleminderit.